Jemi gati për të nisur gatimin së bashku me anvisat tona që po na ndjekin në këtë moment e I themi mirëmëngjesi bashkë me zonjë Vjollca që mirëmëngjes, përshëndetje për të gjithë ju që kemi pak zërin e ngjirur sot pas ka zënë që gripi. Jam bërë më me zërin më sol si gajde më. Të shkuara, është sezon virozash, por grip që më ka zënë vetëm deri ke zëri se nuk më kanë nënshtruar. Okej, po nuk nënshtrohemi kollaj, si do të nënshtrohemi sepse kemi gjithë ato punë për të bërë pra anvis. Jo, kam ngrënë shumë speca të kuq që na bëjnë shumë mirë për virozat. Ja, do thoni ju, ja të ka zënë, dhe pse ka ngrënë speca. Po nuk më ka vënë në dyshek gripi, kështu që falenderoj specat, limonat, falenderoj të gjitha perimet. Kjo ishte sa për shaka. Atëherë sot do të bëjmë vërtet një recetë që I përgjigjet stinës, jo vetëm stinës, po është e pasur me proteina dhe me vitamina C, që vërtet na bën shumë mirë për të mbijetuar griprave. Përbërësit është një recetë me mishpule, zgjedhja është e juaja, nuk është e thënë që ot kemi kofsh, mund keni pul me kocka, pa kocka, me fileto, mix mishpule. Do ta shoqërojmë me speca, me domate qershi dhe në fund fare, në 10 minutëshin e fundit do të vendosim domate qershi dhe kosin. Përbërësit janë, pra 500 gram mishpule, kam vendosur ka pak qepës, se kam grirë jo me mikser, por me dorë në kubik të vegjël që mos të prishet ajri këtu. 3 kokra qep mesatare, por ja kjo kupa më mbush plot. Gjysmë kile speca, kryesisht speca të kuq. Nuk është gabim që të vendosim dhe speca jeshil. Kemi 250 gram domate qershi, kemi 2 lugë miell, që nuk do t'i përdorim të gjitha, 2 lugë, kur them 2 lugë, ose 1 lugë e gjysmë mund të them, pak piper djegës, është shumë mirë për stinën, për gripin, 1 lugë kafeje piper të ëmbël, kemi 2 thelpi hudhra që na bën shumë mirë, sigurisht edhe për shëndetin dhe për gripin, është një antibiotik natyral. Kemi dhe 1 lugë çaj kumel. Tani, 1 lugë salcë, në këtë gatim unë do të përdor sot 2 salca, do të përdor dhe salcën e divelës për recetën e dytë, do të përdor dhe salcën pelargos për këtë lloj gatimi. Kemi piper të zi, kemi edhe 1 gotë lëng pule. Kemi 350 ml kos dhe 1 kokër limon që siç e shikoni unë e kam larë, do ta thajmë çik mirë. Dhe do ta ngri shumë hollë vetëm lëkurën, po. Tek kjo këtu shumë pak lëkurë limoni. Do të përdorim patjetër, sigurisht dhe vaj në ullirit altis që na bën mirë për të gjithë organizmin, na lubrifikon organizmin tonë. Na bën mirë për lëkurën, për shëndetin, për gjithçka. Atëherë do të marrim një tigan kështu të thellë, që unë po të më mbushet mendja lë këtu në tigan, ose në rast të kundërt do ta shoh si të më vi. Pra është një recetë që mund të jetë edhe në sobë dhe në furrë. Po, do ta vendosim edhe pak në furrë. Do të punojmë edhe në tigan dhe në furrë. Fillimisht qepa sot nuk na duhet ashtu siç e lëm zakonisht. Ndoshta do ta kalojmë çik më tepër në tigan, duke lënë që të marrë pak ngjyrë. Prandaj fillova menjëherë me qepën. Ndërkohë unë e fillova sot me qepën, po ditë tjetër në shtëpinë time nuk filloj me qepën, por filloj me mishin, duke marinuar mishin, mbasi do të ishte shumë mirë, minimalisht ky lloj marinimi të rinte 2 orë në frigorifer. Siç ju e dini, ne jemi direkt, kështu që do të bëjmë procesin, por do ta themi me gojë që mirë do të ishte të rinë 2 orë. Tani, ke ky tas I vogël, unë do të vendos 1 lugë çaj kumel. Kjo është kafe, Po. Do të vendos 1 lugë kafe piper të kuq. Do të vendos piper djegës, spec djegës. Pak krip. Gjithë të erëza që hodhe, një Vjollca, këto janë shumë të mira në fakt për të forcuar imunitetin. Piper të zi në masën e duhur të gjitha. I trazoj të gjitha së bashku. Këtu do të hedh shumë pak ujë dua. Sa të lagen, si të thua, sa të zbuten pak. Po, dhe vaj ulliri. Shife vetë si sa të duhet? Po, mjaft. Dhe vaj ulliri. Dhe kjo është masa që unë do të marinoj pulën.
mishin e pulës, ë? Marim një tjetër? Jo, kam tjetër këtu. Po. Mos u bas. I trazoj të gjithë këto përbërësit së bashku. Bëhet një simas kremoze, si salcë më vete, ë? Po. Ja. Hodha me dhe kripën aty, apo jo? Po, hodha dhe krip, Gjithë shka e ka... hodha piper të zi, hodha një luk kumer, hodha piper të ëmbël, hodha piper djegës. Pra, të gjithë këto përbërës me këtë salcë, unë këtu do të marinoj, e heqim, këtë e largojmë, mishin e pulës e kam larë, e kam tharë, që duke qenë i thatë, e thith akoma më mirë, unë kisha kofsha në frigorifer, që i kam marrë tek KMY-ja, dhe thash, pse mos përdor këto? Do të marrë një tasë që të punoj më rehat, një tasë më të madh. Ju kam thënë, Okej, zonja Vica, po salcën kur ta hedhim, po të marrë një salcë divela, se do të përdorim salcën në këtë gatim. Si të dëshirosh. Ku ka më mirë se divelën tonë, po do ta provojmë sot neve në gatimin tonë divelën, me salcën dhe me... Po, patjetër. Mirë. Ja, po e mbajmë këtu, ta kemi afër. Atëhere, Kur tjetë momenti, u ta hedhim, po. i leva nga një ramë, i kthej nga ana tjetër. Kështu marrin edhe kripën, nerëzat, gjitha, Po, gjithçka, dhe... Kjo është mirë të rica, apo jo? Po, dhe thash, duhet të rinë të 2 orë në frigorifer, 2 orë. dhe unë, po, jo kështu e hapë në frigorifer, i vendos një letër qese, telefon, dhe je. E gjithë kjo, përthiset shkëlqyshëm nga mishi, thash mishi nuk duhet t'jeti lagur, është shumë e rëndësishme kjo. Të shplej edhe qik dorën, Niki. Duhet t'i thatë mishi, në mënyrë t'i thithë më mirë këtë përbërje që sa po hodhe. I thatë. Tani, tek qepa, ta shohim pak. Do të vazhdojmë një qik shumë kohë, këtu me qepën. Do të hedhë 2 thelpi hudhër. Edhe hudhërën, do të agrim, e shtypim pak, dhe grim shumë hollë. Dhe hedhim bashkë me qepën. Ku është? Pa. Pa deri tani, puna që kemi bërë është marinimi i mishit, hedhja e qepës. Dhe procesi qepës si në çdo gatim tjetër. Sigurisht. Deri tani. Tani do të shohim më vonë se si do të vazhdojmë. Pra, e hedhim dhe hudhrën. Dy thelpi hudhër. E shohim, do shohim këtu, si që kam thënu në gjdo gatim, sa po të largohet pak, të avulloj lagështira e qepës, të filloj të zbutet pak qepa. Dhe po këtu, bashkë me qepën, do të fillojnë të kaurdisim pak mishin, derisa të fiksohet, më mirë të them, pjesa e marinimit. Kjo të ndodhë, mbas 2 orësh, shumë e rëndësishme, që ja shikon, hedhja e limonit është momenti. Që në marinimin e duhet kishim hedhur dhe lëkurën e limonit. Në kohë jemi, sepse ne nuk do ta lëmë dot 2 orë marinimin, apo jo? Po, mund ta kishte shpëtuar kjo. Dhe do thoshin anvisat, e ku ishte ajo e reja që na solli vjollca sot? Dhe kjo i jep shumë aromë se tani limoni dhe... Po, në kombinim me aromat e tjera, po. I jep shumë shije. Ja. Vazhdojmë tani, bëjmë vend këtu për mishin. Thash, mbas 2 orësh marinim, jo kështu si që po veproj unë, sot. Anvisat mund ta marinojnë në këtë momente dhe gatuajnë afër drekës, sepse s'besoj se do duhet shumë orë për ta gatuar këtë recetësh. Jo, sa të mbarojmë ne, është kohë e mjaftueshme. Flask ne për komplet drilën, dhe çfarë ka për të bërë Niki bisedë. E tatë mira e ke zgjedhur këtë? Nuk jam zgjedhur unë, është pjesë e KMY-s që ishin pa përjashtim të gjitha kështu. Kemi perimet e tjera pa përdorur ende dhe nuk e di si ta kombinojmë tani
Kosin me salcën, në çfarë forme do hidhen njëra pas tjetrës, kështu që do ta shohim gjatë montimit të recetës, ndërkohë dhe përbërësit do t'ja lexoj anvisave pak më vonë. Do të hedhim këtu një lugë salcë di vela. Ne me fat se i kemi të njëjtës linjë, edhe pastat, makaronat, është ajo puna e linjave të kremrave, që më mirë është i përdorësh në një linjë të gjitha, se kemë më efekt, më rezultat. Pastën di vela, do më thënë mund të them që salcën di vela, mund të përdorësh me të gjitha përbërësit që do të përgatisim ne dhe një salcë makaronash. Jo vetëm këtu, që shkon me specin, shkon me... Në të gjitha llojet e gatimeve. Vendos çfarë të duash, hidhi di velën dhe mbaroj gjithçka. Ka dhe trashësinë e duhur për ta përdorur, kështu që ja gjithë rjetat dhe gjërave që ne do t'i sjellim në vazhdimsi nga zonja Vjollca, qoftë me pastat, qoftë me gjithçka që na sjell di vela në kuzhinën tonë. Largojmë lëngun e perimeve dhe këtu kemi hedhur thash salcë di vela, kosin, pak krip, pak piper. Kosi dhe domatet, do t'i heqim, i kemi larë, po do t'i heqim nga pjesa e... Do t'i hedhim këtu edhe mielin tek kosi. Tek kosi, unë nuk desha të hedhja kaq, është mjaftueshëm kaq miell. I trazojmë. Gjitha këto domate duhen apo? Po të gjitha domate duhen. Në rregull, merrim me këto punte vogla që janë detaje që anvisat i shohin dhe pak më vonë, shkëputemi për pak publicitet, si thua zonja Vjollca. Sa të sistemojmë dhe pak gjërat e tjera, një publicitet shumë i shkurtër për të rikthyer më pas për të vazhduar me recetën tonë. Jemi rikthyer, jemi në këndin tonë të kuzhinës, po vazhdoj me recetën, do doja që sa po të fillonte një pjesë tjetër e punës së kësaj recete nga zonja Vjollca, do doja t'i rikujtoja edhe një herë përbërësit për anvisat që sapo e kanë hapur ekranin e News 24. I kujtoj se zonja Vjollca në këtë recetë të parë po sjell për ju pul me speca dhe kos, është një recetë e veçantë kjo kombinimit me këto përbërës, që ka 500 gram mish pule, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë çaji kumën, 1 kokër limoni, 1 lugë çaji piper i kuq, 1 lugë kafeje piper djegës, 2 speca të kuq, 250 gram domate të vogla, 3 kokra qep, 400 ml koncentrat pule, 1 lugë gjelle salcë, 2 lugë gjelle miell dhe 350 ml kos. Të gjithë përbërësit janë të renditur në tabel. Përbërësit që lidhen me erëzat ju i keni ndjekur kanë qenë për marinimin e pulës, të cilën zonja Vjollca sapo e hoqi nga zjarri. Atëherë tham, qepa do të rri më gjatë se që në çdo gatim tjetër, po duke patur kujdes që asnjëherë mos të na digjet dhe mos i japim ngjyrë, duke luajtur gjithmonë me temperaturën. Kjo është pjesa që na ndihmon për të realizuar një recetë të mirë. Atëherë, siç thash, bashkë me qepën dhe hudrën dhe vajin e ullirit altis, unë ka urdisa pak mishin derisa fiksova pjesën e marinimit në të. Gjithmonë. Pa vetëm pak. Po, gjithmonë kjo ndodh e theksoj mbas 2 orësh që është marinuar pula. Tani do të hedh specat së bashku me specat i kemi lënë pak të mëdhaja, domethënë në këtë formë të duket, po. Nuk është gabim nëse ju i bëni më të vogla, por piruni mendoj që këto do të kurren dhe i kap mjaftueshëm. Nuk duhej qepa të bëhej me mjete elektrike për arsye se do kthej në një salcë komplet. Një salcë, po, të ishte duam që të jenë pak e dukshme. Atëherë thash, nuk është gabim nëse ne do të përdorim edhe një specë jeshil ose 2 sipas. Për ta thyer ngjyrën edhe. Gjithmonë specën mbasi e kemi qëruar lart tharë dhe hequr farat, do të heqim dhe këto fijet e brendshme, mbasi ato na japin probleme në organizmin tonë. Pra e pastrojmë mirë dhe më pas fillojmë dhe e presim në shirita për së gjati. Ja. E presim dhe njëherë në dysh, edhe është mjaftueshëm për ta kapur. Ju ndoshta i doni më të vogla, mund t'i bëni edhe më të vogla, shija, estetika, mënyra e punës që do nxjerrë. Mënyra se si e pëlqeni ju pra. Ja, e lëm këtë specin se është mjaftueshëm. Niki e heqim. Heqim dhe mielin, që mos të mendojnë anvisat se i kemi përbërësit jashtë. Ja, pra këtu, tek speci nuk kemi hedhur krip, kemi hedhur shumë pak krip tek pjesa e marinimit. Duhet patur parasysh. S'kam hedhur krip për arsye këtu kam shkrir një bustin, po, me koncentrat pule. Pule kemi. E kam hedhur në 200 ml ujë,
por juve ju kam thënë që një koncentrat pule shkrihet në 500 ml ujë. Prandaj këtu, me përbërësit që kam bashk, nuk është nevoja fare të hedh krip. Mjafton kjo dhe e përmban vetë koncentrat. Sa të perime janë edhe për Tani, do t'i frazojmë këtu aq sa të zbuten fare pak pjesa e specave. Sepse qepa e ka marrë tashmë. Nëse unë do të vazhdoja gatimin këtu, në këtë tigan, atëherë do të vendos copat e pulës. Sepse është ky tigan është enkas edhe për në furr, apo jo zonja? Është për të gjitha. Po. Ja, këtu. E hedh përsëri lëngun që ka lëshuar mishi i pulës. Mirë po, unë do ta hedh përsëri këtu për arsye se do të vendos edhe domatet. Dhe pak me mate. Pak në zjarr. Këtu tani me koncentratin e pulës do ta hedh. Kjo ishte e tëra. Do ta lë kapakun sa të ngrohet gatimi. Jo ta vendos në gjendje të ftohtë në furrë për 5 minuta. Më pas mund ta hedhim thash këtu, edhe mund mos ta hedhim, do ta vendos në furrë në temperaturën 200 gradë. Mund ta mbuloj me letër, mund mos ta mbulojmë. Nëse doni më kërce pulën, mos e mbuloni. Nëse nuk e doni shumë kërce, varet nga preferencat. Po këtë përzierjen e kosit kur të hedhim? Po, i gjithë gatimi do rrit 30 minuta. 30 minuta. Po, në 10 minutëshin e fundit do të hedh kosin. Në 10 minutëshin e fundit. Në 10 minutëshin e fundit do të hedh kosin dhe domatet qërshi. Se po t'i lënë domatet 30 minuta, atëherë do të... edhe vlerat edhe piqen shumë. Do të digjen. Po, digjen. Unë dua vetëm sa ato të zbuten dhe t'u dali pak lëkura, nuk qërohen, do të lëmë kështu si që janë. Dhe ky është gatimi për sot. Është një recetë shumë e shëndetshme, thashë për gjiljet stinës, jo vetëm stinës, por dhe virozave që janë në megjithatë erzat, mira që hodhëm, po hudhra, limoni, hudhrat po, qepa po, të gjitha këto, por mbi të gjitha speci kuq që është pasur me vitamina C. Po, dhe proteinat që janë tek mishi dhe drejt tek myja, sepse atje gjen të gjitha llojet e mishkave, aty gjen gjithçka. Fundjava gjithmonë na gjen atje për bërë ato pazaret e mëdha. Shkojmë marrim të gjithë javës. Dhe divelat, dhe makaronat divela i gjejmë atje. Dhe pastën çan na sjell, po dhe biskotat e gjithë rrjetin që kemi këtu. Po miellin. Po, do na bërë një gjë të mirë me ato miellin e divelës. Që nesër, në rregull. Presim që nesër, zbuluam nesër kemi brum banvisat që janë të interesuara. Mirë, do t'ua përmend edhe një herë të gjithë përbërësit e recetës sepse do të shkëputemi dhe do të rikthehemi pastaj në pjesën e dytë, në këtë pjesë shkëputje zonja Vjollca, thjesht do vendosim në furrë apo jo. Ja. Dhe për 5 minuta unë do t'i kaloj, edhe mund të mos t'i kaloj. Ato filluan të zjejnë, të zbuten paksa, kështu që teksa unë lexoj përbërësit, ne bëjmë të manevrimin e vogël, të fundit për ta vendosur më pas në furrë, ta përfundojmë në furrë gatimin e pulës me speca dhe kos. Kjo është receta, ju e shihni në ekranin tuaj, po a lexoj përbërësit më ngadalë që t'i shënoni sepse kemi kërkesa nga anvisat në mënyrë që ato t'i mbajnë mend dhe t'i shënojnë të gjitha, t'i arrin t'i shënojnë të gjitha. 500 gram mish pule, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë çaji kumër, 1 kokër limoni, 1 lugë çaji piper i kuq, 1 lugë kafeje piper djegës, 2 speca të kuq, 250 gram domate të vogla, 3 kokra qep, 400 ml koncentrat pule, 1 lugë gjelle salc, 2 lugë gjelle miell dhe 350 ml kos. Atëherë unë shfrytëzova momentin, për sa kohë Niki mbaroi së lexuari. I hodhëm në tavë të gjitha. I hodha në tavë, do t'i vendos në tavë dhe do t'i lë për 20 minuta. Mbas 20 minutave do të hedh vetëm kosin dhe domatet. Okej, shkëputemi për edicionin e radhës, fillimisht ka publicitet në News 24, do t'jetë kolegja Armela Ferko me edicionin informativ të radhës për zhvillimet e ndodhura deri në këto momente, takojemi në pjesën e dytë. Kjo është cikla e programit tonë dhe jemi në momentin e gatimit, jemi në pjesën e dytë të këngët të gatimit. Zonja Vjollca do të na prezantoj me recetën e saj të dytë, por do t'u themi diçka për recetën e parë? Anvisave? Po, patjetër i tham anvisave që mbas 20 minutave ne do t'hidhnim kosin të përzierë me salcën divela dhe me 1 lugë gjys ose 2 lugë miell. Do thoni ju ç'ne mielli, të gjithë pjesën e lëngshme që kanë nxjerr
mishi, specat aty, ajo pisa e miellit in piks së bashku me kosin dhe provojnë se të shijoj shumë. Po, dhe mes atyre avujve të gatimit që duken kështu mbrapa. Po, vendosëm dhe kokrat e domates dhe nuk kemi punë me të vetëm se kur të përfundoj plotësisht. Dhe tani jemi në pjesën e dytë, ku ne do të bëjmë një pjatë me makarona shqip, pasta italisht, dhe fati joni matë që ne këtu i kemi të gjitha llojet e makaronave të Divelës. Ja, gjëm të regua më e shkatët para nesh, gjitha makaronat, llojet e makaronave të pastave i kemi në mbrapa nesh, por që ti do na thuash tani me çfarë përbërësi do t'i gatuajmë dhe unë të ndihmoj. T'i gatuajmë sot me peshk ton. Mund t'i përgatisni me peshk ton të freskët, por dhe me peshk ton të konservuar. Do të mjafton 250 gram peshk ton, të cilin do t'a vendosni në një kulles dhe do të hiqni komplet pjesën e ndryshme të peshkut. Do të përdorim 3-4 lugë vaj ulliri, kripi perzi patjetër, kryesisht ajo që do të na i bëjnë këtë pjatë, akoma dhe më të shijshme, nuk janë vetëm makaronat, por është dhe pureja e domates që është e vetë firmës Divela. I kemi në një linjë thashmë që këtë lloj pure domate ju mund ta përdorni për të gjitha llojet e makaronave që i gatuani aty ku duhet të jetë prezent. Po, sigurisht. Ka më mirë se kur ti ke të njëjtës markë. Do ta kombinojmë. Nuk heqim dorë në këtë stin me specin e kuq, me një gjysmë spec të kuq, me pak trumz, gjysmë tufe majdanos dhe me 1 ose 2 thelbi hudhër në varen nga madhësia e hudhrës. Në tenxhere kemi vendosur ujin për të valuar. Do të hedhim krip dhe mund të bësh zgjedhje një çfarë të dëshirosh ti. Çfarë makarona të marr? Receta në këndin tonë të produkteve ka disa lloje, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lloje. Kombinohet shkëlqyshëm dhe me linguini, po dhe me ato makaronat flutur që zakonisht i pëlqejnë shumë edhe fëmijët të familje. Ti bëj zgjedhjen që të dëshiron ti. 12 minuta e kanë zgjerje. Kemi thënë këtë gjithmonë, nëse ju doni të konsumoni makarona, një pjatë pastë që tjetë e shëndetshme për organizmin tuaj, mund të merrni Divel, unë këtë marr në shtëpinë time. Dhe mjafton të shikoni këtu në fund të etiketës, minutazhin e shkruar në konfeksion, në paket, dhe jeni në rregull. Nëse do ta lini më tepër, atëherë në vend që të bëni mirë organizmit tuaj, do të bëni shumë rrum, gjitha llojet e pastave duhet respektuar, prandaj vendoset edhe në faqen e parë sasia. Këto pak po 500 gramshe, 500 gramshe janë këto, apo jo? Po, 500 gramshe për një familje. Recetën sot do të përdorim vetëm gjysmën sot. Do ta përdorim gjysmën se ne jemi mjaftueshëm është. Po. Kështu që gjysmën dhe do mbushet tenxheria plot, juve. Ky është sekreti. Këtu është sekreti. Atëherë që punojmë paralelisht se edhe salca që duhet për të gatuar, do të hedhim pra pak krip. Do të hedhim dhe makarona. Shikoni orën, do t'i lëmë që të zjejnë për 12 minuta. Nuk i mbyllim plotësisht. 12 minuta, ndërkohë përbërësi do t'i shpjegojmë kombinimin e peshkut ton me gjithë erëzat e mundshme. Shumë pak vaj ulliri në fillim, se do t'i hedh në fund vaj ulliri që t'jetë aroma ashtu siç e dëshirojmë ne. Vendosim një tigan salce, sa po të ngrohet një çik. Do të hedhim në fillim përbërësit që kemi këtu. Do të hedhim hudhrën, që është e para, dhe më pas përbërësit e tjerë. Do të hedhim gjysmën e specit, se dhe gjysmën e dua në fund për dekor. Do të hedh gjysmën e majdanozit. Do ta trazoj së bashku me trumzën. Dhe sa po të lëshojmë pak aromë në vajë të gjithë këto përbërësit këtu. Më pas do të hedh çfarë arome që vjen, nuk afroniki në dëgjoj se çfarë arome. Tani do të hedh salsën Divela. Do të hedh dhe një paprikë, se i bën makaronat shumë të shijshme. Po. Po të ndjekim me vëmendje.
sepse makaronat nga salca ndryshojnë. Le të themi pak a shumë çdo lloj salce ti të përdorësh. Shijet janë të ndryshme edhe pse makaronat mund të jenë të njëjta. Nëse këto makarona përdorim një salcë tjetër një lloj tjetër salce, pra salcë di vela bashkë me përbërës të tjerë, jo në të peshkut ton, ka komplet shije ndryshe. Kështu që sekreti dhe te salca dhe tek minutazhi i zjerrjes dhe kombinimit të tyre. Do t'i lë pak që të zjenj për arsye se peshku është i gatshëm, dhe aty tek salca unë do të hedh edhe peshkun ton. Thash gjithmonë të kulluar. Do ta rregulloj salcën me një çik krip dhe piper të zi. Shumë pak fare. Me njerë, sa po të montojmë të gjithë përbërësit, do t'i lexoj edhe një herë në tabelën tonë dhe do të anonçojmë një material për disa ushqime me veti djegëse, një material i përgatitur nga Gestaria Elda Lamja dhe më pas do ta vazhdojmë recetën. Do ta vazhdojmë recetën se do të marrim 75 ml ujë nga lëngu i makaronave, ta hedhim këtu ke salca për t'i bërë atë lidhjen që është sekret që e bën akoma më të mirë dhe më të pasur, më të këndshme pjesën e sigurisht një minutë do t'i kaloj edhe në pjesën e salcës makaronave, kështu që regjisti lutem tek menuja në mënyrë që para se të shkëputemi anvisat t'i kem parasysh se për çfarë recete bëhet fjalë dhe për çfarë përbërësish bëhet fjalë për makarona me salcë domate dhe me peshk ton. 400 gram makarona janë të mjaftueshme, 400 gram salcë domateje, 250 gram peshk ton, 1 speci kuq, 2 thelpinj hudhër, trumës, gjysmë tufe majdanoz, krip, piper i zi. Këto ishin përbërësit e kësaj recete të dytë, ndërkohë recetën e parë kemi vendosur në furrë, do ta servirim kur të rikthehemi, kur të përfundojmë këtë pjesë gatimi. Shkëputemi për materialin e anoncuar që thash që kishte të bënte me veti djegëse të disa ushqimeve, njihemi me to dhe rikthehemi shumë shpejt. Në asnjë dietë të shëndetshme nuk duhet të mungojnë ushqimet me veti djegëse, ose më mirë ato ushqime që jo vetëm përgjithsisht përmbajnë një sasi të vogël yndyrrash dhe kalorish, por arrin edhe të ndihmojnë metabolizmin, të djegë më lehtë kalorit dhe si rrjedhoj edhe ndonjë kile më shumë. Janë një listë prej 10 ushqimesh që do të ndihmojnë organizmin tuaj të djegë sa më shumë kalori. Ananasi. Nivel shumë i ulët kalorik bashkuar me të gjitha vlerat që ka, e bën ananasin një nga ushqimet më të fuqishme në djegjen e yndyrës, ndalon yndyrna të asimilohen nga trupi, favorizon tretjen dhe ka një fuqi të lartë pastruese. Duke marrë parasysh të gjitha këto, ananasi nuk duhet kurrësesi të mungojë në dietën tuaj. Bishtajat. Bishtajat futen në ushqimet që djegin dhjamin, shuajnë urinë dhe realizojnë një ngopje mjaft të mirë të organizmit. Ato janë të pasura me shumë fibra dhe favorizojnë mjaft tretjen. Salmoni. Ndër peshqit me përmbajtje të lartë të omega 3, e bën një ushqim që nuk duhet të mungojë në asnjë dietë. Pikërisht përmbajtja e lartë omega 3 e vendos organizmin në kushtet ideale për të djegur yndyrën në trup. Rukola. Ndërmjet sallatrave, është njëra nga më të pasurat me vitamin A e C, shumë të rëndësishme për të stimuluar metabolizmin dhe të aktivizojë konsumimin e kalorive. Lule shtrydhet. Jo vetëm janë të shijshme, por bëjnë edhe mirë. Lule shtrydhet kanë pak kalori dhe pak sheqer dhe janë një ushqim pastrues që ndihmojnë edhe në parandalimin e celulitit. E rëndësishme është që lule shtrydhet të hahen ashtu siç janë, të pashoqëruara me diçka tjetër dhe aq më tepër pa sheqerëra të shtuar. Speci i kuq. Mësoni të ulni dozën e kripës dhe të aromatizoni gatimin tuaj me piperin e kuq, i cili përshpejton organizmin, frenon urinë dhe lufton kundër krijimit të stresave dhjamore. Drithrat. Nuk duhet të mungojnë në mënyrë absolute në listën e ushqimeve për një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar, të pasura me fibra, të cilat lejojnë trupin të gjejë ekuilibrin e duhur. Kanë edhe një fuqi ngopëse, mjaft të dobishme për të thyer urinë, aq më shumë atë emocionale, gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të dhjamit. Avokado. Prej shumë kohësh është konsideruar si një armik i dietës, por në të vërtetë është treguar që yndyrrat e tij të shëndetshme ndihmojnë trupin në përshpejtimin e tretjes dhe është një largues i mirë i urisë. Qitro.
Një tjetër ushqim me fuqi të lartë si djegse ashtu edhe pastruese. Qitro konsiderohet një nga frutat anticelulit. Çaji jeshil. Zëvendësoni çajin tradicional me atë jeshil, kështu që do të gjeni aleat jo vetëm për dietën tuaj, por edhe kundra plakjes. Çaji jeshil është jo vetëm një produkt yndyrë djegës, por edhe favorizon tretjen dhe ndihmon për të pasur një lëkurë më të pastër dhe të shëndritshme. Ju vlejti besoj ky informacion që u përcjell në këtë momente, vazhdojmë me recetën tonë. Jemi në zgjerrje e sipër? Po, në zgjerrje e sipër. Thamë që tek salca do të hedhim 75 gram, mililitra, lëng nga pjesa e lëngut makaronave. I trazojmë dhe tani është momenti që ne duhet hedhim peshkun tonë. Peshkun tonë? Me kujdes, po. E kemi kulluar nga yndyra, që është më rëndësishme. Dhe e kemi prerë pak në copëza të vogla dhe i hedhim në tigan. I largojmë këtë. E trazojmë me kujdes. Hedhim dhe pak vaj ulliri të freskët. Ndërkohë, po afroj pjatat unë zënja Vjollca? Do të hedhim përsëri dhe një qik majdanos të freskët në fund pjesën fare, tjetër e lëmë për dekor. që të vi aromë. Dhe e ullim temperaturën. Salca tani është gati. Salca është gati, makaronat besoj se janë gati, në të njëjtën kohë bashkë me... Do të marrim, të lutem më merr një tas jeshil që është aty. Për t'i bashkuar bashkë me salcën dhe me makaronat. I largojmë kështu. Ta mbaj këtë të ndihmoj. Ja, i vendosim këtu në tas dhe s'na mbetet gjë vetëm ti servirim. Okej, ndërkohë ti hedh një sy tavës. Deri në këtë fazë që është mund ta nxjerrim zënja Vjollca, që ta kujtojmë anvisave se si mund ta nxjerrim, por unë mendoj që ka nevojë dhe pak për të ndetur, mund t'ja udhëtojmë ashtu siç është. Por ja. Okej, derisa të bëhet gati salca, po e mbushim tryezën tonë dhe sigurisht do t'ju kujtojmë anvisave që këto receta i lexoni edhe në balkanu.com, është portali i informacioneve të ndryshme që ju merrni. Në rubrikën gatimi janë të gjitha recetat e zonjës Vjollca aty bashkë me video, sepse jemi në fund dhe po i përmend gjithçka që mos mbetet gjë pa thënë, ja ku është portali lajmebalkanu.com, në rubrikën gatimi janë të gjitha recetat e këndit tonë të gatimit. Po nxjerrim edhe tavën, meqense jemi drejt fundit, jemi në fund fare. Kjo ishte tava me mishin e pulës. Sigurisht që duhet akoma. Po, do akoma që të mpikset edhe një qik. Të dyja recetat, mos harroni t'i lexoni sot në balkanu.com, po e shoqërojmë këtë gatim me ujin fap si gjithmonë që s'mungon në tryezat tona dhe tuajat sigurisht, konsimoni sa më shumë ujë dhe na bën mirë edhe për këtë sezon. Ne do të shkëputemi nga këndi i kuzhinës. Faleminderit zonja Vjollca të shkuara. Faleminderit. Me pak kështu ushqime të mira siç i diti dhe vet, e kalojmë më lehtë gripin. Shihemi sigurisht në pjesën e tretë, do të jetë pak më vonë këtu në Vila 24. Ju falenderojmë që na keni ndjekur deri në këtë momente. Shikim të këndshëm në vazhdimsi. Miropafshim.